Një pistolet e drejtuar në kokë, një reagimi menjëhershëm i shënjestrës dhe bllokimi i armës në çastin e fundit. Kjo është dinamika paraprake e ngjarjes së rëndë të regjistruar mes ditën e së shtunës në Elbasan, ku objektivi i një atentati dyshohet se ishte Ermir Kërtezi, Bitoci, i njohur edhe si Mir Bitoci. Autori i dyshuar është arrestuar pas ngjarjes, ndërsa hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë dhe dëshmitë e personave të pranishëm për të rindërtuar minutë pas minute atë që ndodhi. Ngjarja dyshohet se është regjistruar rreth orës 14:50 në momentin kur Kërtezi po largohej nga një lokal në qytetin e Elbasanit. Sipas të dhënave paraprake, personi që tentoi ta qellonte ndodhej gjithashtu brenda lokalit. Ai ishte ulur në një tavolinë në shoqërinë e një gruaje. Pamjet e kamerave tregojnë Kërtezin duke u ngritur nga tavolina dhe duke u larguar nga ambientet e lokalit. Vetëm pak çaste më pas, edhe autori i dyshuar ngrihet dhe ndjek nga pas. Pasi ka ndalë jashtë, autori është afruar Kërtezit dhe i ka drejtuar armën në pjesën e pasme të kokës. Në këtë moment, Kërtezi ka reaguar me shpejtësi dhe ka arritur të largohet. Paralelisht, hetuesit po verifikojnë një tjetër rrethanë të rëndësishme, dyshimin se pistoleta e autorit është bllokuar në momentin kur ai ka tentuar të qellojë. Nëse kjo rrethanë konfirmohet nga ekspertiza, pritet të jetë një element me rëndësi për rindërtimin e plotë të dinamikës së ngjarjes. Pas incidentit, policia ka ndërmarrë veprime për kapjen e personit të dyshuar, i cili është arrestuar. Grupi hetimor po mbështetet te pamjet e kamerave të sigurisë dhe dëshmitë e personave që ndodheshin në lokal për të përcaktuar lëvizjet e të dyshuarit përpara dhe gjatë ngjarjes. Një tjetër pikë kyçe është motivi. Deri tani nuk është publik një motiv i konfirmuar, ndërsa hetuesit pritet të përcaktojnë nëse bëhet fjalë për një konflikt të çastit apo një sulm të planifikuar. Kush është Ermir Kërtezi, Bitoci? Objektivi i atentatit i njohur edhe si Mir Bitoci, sipas informacioneve të raportuara, jeton prej kohësh jashtë Shqipërisë dhe kthehet në Elbasan gjatë periudhës së verës. Emri i tij është përmendur në raportime mediatike për episode që lidhen me periudhën e trazuar të viteve 97-2000. Megjithatë, deri tani nuk ka të dhëna të konfirmuara që këto episode të kenë lidhje me ngjarjen e së shtunës. Hetimet vijojnë për të përcaktuar motivin, rrethanat e plota dhe nëse sulmi ndaj Ermir Kërtezit ishte planifikuar paraprakisht.